Allahu është I kënaqur me ju për 3 gjëra. Dhe Allahu është I hidhëruar me ju për 3 gjëra. Cilat janë ato? Për çka jemi krijuar ne si njerëz? Kush është ky që njeriu e adhuron pos Allah dhe do thonë o filan? Subhanallah. Ju nuk e dini çka do me thonë me shku në Vareza, e me qëndru atje në 12 të natës, e me ndet pak me të vdekurin. Po nuk është Islami fe hajmalive, fe nuskave, fe lidhzave. Allahu nuk e fal, ti bahet shirk ati. Rezik I madh pasha Allah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e fjalëve më të mira të njeriut më të mirë, të dashurit të Allahut azza wa jall, të zgjedhurit të Allahut azza wa jall, të dërguarit të Allahut azza wa jall, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk flet nga hamendja, I cili flet nga shpallja që I vije prej Allahut azza wa jall. Në një prej haditheve të tij, të cilin e nxjerr Imam Muslimi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na porosit, na nxit, na tregon për një çështje e cila është tepër e rëndësishme, e cila është tepër madhështore, nëse ajo zgjidhet në mesin e njerëzve, në mesin e besimtarve, ndryshon çdo gjë për ata si individ, po edhe për ata si ummet I tërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thot: Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allahu azza wa jall është I kënaqur me ju nëse ju I veproni 3 gjëra. Dhe Allahu është I hidhëruar me ju nëse ju I veproni 3 gjëra. Allahu është I kënaqur me ju për këto 3 gjëra, 3 vepra. Allahu është I hidhëruar me ju për këto 3 gjëra tjera. Andaj, për cilin besimtar, për cilin musliman mund mos të jetë me rëndësi që të arrijë kënaqësinë Allahut azza wa jall. Për cilin musliman mund të mos jetë me rëndësi të ketë frikë të ruhet nga dënimi I Allahut azza wa jall. Andaj për secilin prej nesh këto 3 gjërat e para dhe këto 3 gjërat e dyta janë shumë të rëndësishme. Së pari t'i dim, së pari t'i njohim, e pastaj atë që na takon ta veprojmë të mundohemi ta realizojmë. E atë që nuk na takon të mundohemi të qëndrojmë larg saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu është I kënaqur me ju për 3 gjëra. Dhe Allahu është I hidhëruar me ju për 3 gjëra. Në një transmetim wa yakrahu lakum, dhe I urren për ju
3 gjëra. Pra së pari nga kjo e kuptojmë që nga cilësitë e Allahut Azza wa Jall është që Allahu kënaqet kur robrit e tij e bajnë ndonjë gjë që Allahu e do, dhe Allahu gjithashtu hidhërohet kur robrit e tij e bajnë ndonjë gjë që Allahu nuk e do, e ka ndaluar. Dhe këto cilësi, të cilat përmenden në argumente, qoftë në Kur'an apo në Sunet, ne si musliman i besojmë dhe i pranojmë ashtu siç kanë ardhur në argumente. Allahu kënaqet, Allahu është i kënaqur, ne kështu besojmë. Allahu është i hidhëruar ndaj dikujt, ne kështu besojmë. Allahu e urren një gjë, ne kështu besojmë. Allahu e don një gjë, ne kështu besojmë, pa ju dhënë kuptime tjera, pa i ndryshuar cilësitë e Allahut Azza wa Jall, pa u keq kuptuar dhe keq ndryshuar atë që e thot Allahu në argumente, atë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon 3 gjëra janë ato të cilat ne duhet t'i kemi parasysh, të cilave ne duhet të ju kushtojmë vëmendje, të cilat ne duhet të mundohemi t'i realizojmë në jetën tonë, që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Cilat janë ato? Gjëja e parë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Kjo është gjëja e parë. Dhe kjo është gjëja më e madhe që ekziston. Dhe kjo është gjëja më e shenjtë dhe më e shtrenjtë që ekziston. Kjo është çështja kryesore, çështja thelbësore e fesë Allahut Azza wa Jall. Nuk ka ndonjë gjë më e rëndësishme në këtë dunja për besimtarin, për jetën e besimtarit, sesa kjo çështje. En ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a. Ta adhuroni Allahun dhe mos t'i bani shok atij asgjë. A ka ndonjë gjë më të rëndësishme se kjo? A ka ndonjë gjë më të madhe se kjo? Ta adhuroni Allahun, mos t'i bani shok atij. Po ne për këtë gjë, ne për këtë jemi krijuar. Por çka jemi krijuar ne si njerëz? Tha Allahu Azza wa Jall, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për ndonjë gjë tjetër përveç se të më adhurojnë mua. Ne jemi të krijuar që të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Mirë, po jo vetëm kaq, të adhurojmë Allahun, mos t'i bëjmë shok atij. Të adhurojmë Allahun, mos t'i shoqërojmë asnjë gjë. Ta ruajmë imanin, islamin, tauhidin, pa i bë shirk, pa i bë dikant Allahut Azza wa Jall. Kjo është gjëja më e rrezikshme që ka mundësi të ndodhë në jetën e njeriut, në jetën e besimtarit. Ta adhuron Allahun, ta njeh Allahun dhe pastaj Allahut t'i ban shok. Me i bë shok Allahut, me i bë shirk Allahut. Kjo është gjëja më e dëmshme, më e rrezikshme për njeriu se sa çdo gjë tjetër. Mirë, po njerëzit kanë devijuar edhe në këtë kohë, edhe para nesh, po edhe gjatë gjithë historisë me arsye të ndryshme dhe me nxitje dhe cytje të ndryshme nga shejtani, nga iblisi, njerëzit kanë devijuar në shumë mënyra dhe në vend të Allahut e kanë adhuruar dikant tjetër. Subhanallah. Dhe njeriu çuditet, si ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Allahu Azza wa Jall, ai i cili është krijuesi, është furnizuesi, është sunduesi, ai është i cili neve na ka krijuar, ai është i cili neve na jep çdo gjë, ai është i cili na jep edhe jetën edhe vdekjen, ai Allahu Azza wa Jall, i cili ka dërguar pejgamber, i cili ka zbritur libra, i cili na ka treguar rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit, rrugën e xhenetit.
krijuesi absolut, Allahu Azza wa Jall, i cili ka krijuar tokë, e qiej, e yje, e planete, e kodra, e lumej, e njerëz, gjin, me lajke, e kështu me radhë, Allahu Azza wa Jall. Dhe njeriu e len Allahun dhe e adhuron dikan tjetër pos Allahut Azza wa Jall. E kush është ky tash? Kush është ky që njeriu e adhuron pos Allahut? Dhe nëse e sheh atë që adhuron njeriu, ndoshta është një gur, një idhull nga guri, një dru, një idhull nga druri, një kafsh, një gjë të caktuar që njerëzit kote kanë shëtruar, lopën që e adhurojnë me miliona njerëz, Budën, i cili ka qenë thjesht njeri, Isain a.s. i cili ka qenë përsëri njeri, me gjithë se pejgamberi Allahut, dhe pastaj të tjerë dhe të tjerë dhe të tjerë. Kanë dhe adhuron njeriu në vend të Allahut Azza wa Jall, atë i cili nuk ka në dorë asgjë, as për veten e tij. Mirë, po kështu luajti shejtani me njerëzit. Kështu në këtë formë e bani lojën e tij. Sa prej njerëzve ranë në këtë lojë. Kështu filloi shirku. Në kohën e Ademit a.s. njerëzit të gjithë ishin musliman. Pastaj bijtë e Ademit a.s. të gjithë ishin musliman. Pastaj vazhdoi derisa 10 shekuj me radhë. 10 shekuj nuk pati ndryshe. Nuk pati adhurim të dikuj tjetër. Kishte vetëm La ilaha illa Allah. Mirë, po pas 10 shekujve erë momenti që në atë kohë ishin 5 njerëz të caktuar, 5 njerëz të dalluar, të cilët ishin nga muslimanët më të mirë të asaj kohe të atij vendi. Dhe Allahu Azza wa Jall i përmendi emrat e tyre në Kur'an, duke thënë wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Këta 5 emra ishin njerëzit më të mirë të asaj kohe. Çka ndodhi? Këta njerëz vdiqën. Pasi vdiqën, filloi nxitja e shejtanit që këtyre njerëzve të ju dallohen varezat. Jo si gjitha varezat, pak më ndryshe, me ngrit pak, me i dalluar. Për çfarë arsye? Kur ti shohim varezat e këtyre, na kujtohen sa të mirë kanë qenë, të mundohemi edhe ne të bëhemi si ata. Dhe nga një var pak i ngritur, pas një kohe e ngritën varin edhe më shumë. Pas një kohe u abon atyre nga një statuj, nga një përmendore. Këta 5, këta kanë qenë musliman të mirë, ne do t'u abajmë nga një përmendore. Për çfarë arsye? Kur ti shohin njerëzit, a i shihni këta kanë qenë musliman më të mirë, të mundoheni mu bë edhe ju si ata. Derisa erdhën gjeneratat dhe kaluan në intrigën, në mashtrimin, në lojën e shejtanit dhe menduan që për derisa këta kanë qenë kaq të mirë, këta mund të ndërmjetësojnë për ne te Allahu, dhe ne në vend se ta adhurojmë, ta lusim direkt Allahun, ne do të kërkojmë prej këtyre. Ne ju kërkojmë atyre, ata ndërmjetësojnë për neve te Allahu Azza wa Jalla. Dhe këtu filloi shirku. Dhe këtu njerëzit filluan që ta adhurojnë dikën tjetër pos Allahut Azza wa Jalla. Allahu e dërgoi Rasulin e parë në mesin e njerëzve në gjithë historinë. Rasuli i parë i gjithëve ishte Nuhi a.s. Nuhi a.s. erdhi që ta thirë popullin e tij. Pastaj popull pas populli, Allahu Azza wa Jall dërgoi pejgamber në çdo kohë, në çdo vend, që njerëzit t'i thrasin, jo që të besojnë vetëm se Allahu ekziston. Allahu është krijues, po, ama adhurimin, ibadetin kujt i aban? Dhe një gjë e tillë ka vazhduar gjatë gjithë historisë deri sot. Dhe deri në këtë kohë që njerëz në këtë mirë ende vazhdojnë, ende rrezikojnë
dhe në sa raste i sheti varezat e ngritura. Varezat e ngritura, të cilat Islami i ka ndaluar, var i bod var i thjesht. Ka vdek njeriu, është mbuluar, dallot si var u kry. Ndërtim, beton, armatur, hekur, zbukurim e kështu me radhë. Mbi vareza, gjitha këto gjëra janë të ndaluara. Jo vetëm kaq, i ngritën varezat e disa njerëzve që i llogaritën të mirë, disa mund të jenë të mirë, e disa mund të mos jenë të mirë, derisa varezat e tyre i shndruan në tyrbe. Dhe ti tyrbe mund të gjesh në vendet tona, po edhe në gjitha vendet tjera gati ku jetojnë besimtarët, ku jetojnë muslimanët. Çka ka në tyrbe? Në tyrbe ka një varr apo dy apo më shumë. Në tyrbe ka varr. Kush është në atë varr? Allahu e di, është dikush i varrosur. Po mirë, çka duhet të bëjmë ne ndaj tij? Atëherë njerëz të caktuar, në shumë raste grupe të devijuara, do të shkojnë në tyrbe që të kërkojnë nga ai njeri i vdekur të ndërmjetëson te Allahu por gjendjen e tij. Dhe do thonë, o filan, subhanallah. Ky është Islami nga njëra anë dhe ky është devijimi nga ana tjetër. Këto dyja nuk bëhen bashkë. Haroje, nuk bëhen bashk asnjëherë. Edhe la ilaha illallah, edhe ka ilah me Allah. Nëse thua la ilaha illallah, nuk ka dikush që e meriton adhurimin pos Allahut. Ma u kry. Dhe pastaj adhuron dikan tjetër me Allahun, ajo la ilaha illallah është prish. Këto dyja nuk shkojnë bashkë. Ose Allahun, ose dikan tjetër me Allahun. Mirë po, ky është rasti më i rrezikshëm. Ky është hapi më i rrezikshëm. Kur njeriu drejtohet te kush? Te njeriu. Po ai ka qenë evlia, po edhe nëse ka qenë evlia, edhe nëse ka qenë pejgamber, edhe nëse ka qenë shahid, edhe nëse ka qenë kushdo që ka qenë. Kjo i takon, kjo gjë i takon, adhurimi i takon vetëm Allahut. Dhe shkon njeriu i cili thot la ilaha illallah, shkon te varri dhe thot ja Husein, ja Bedewi, ja e kështu me radhë. Ndërsa muslimani i vërtet thot ja Rabb dhe nuk thot ndryshe. Vetëm Allahun azza wa jall dhe jo dikan tjetër. Njerëzit kanë shkuar sidomos në të kaluarën edhe në vendet tona. Elhamdulillah, gjendja është ndryshe. Elhamdulillah, në të kaluarën edhe në vendet tona, njerëzit kanë shkuar në tyrbe që ta lusin të vdekurin, që ta çojnë një peshqir, që ta çojnë një qiri, të kërkojnë shërim për vetveten, të kërkojnë shërim për evladin, të kërkojnë martesë se nuk i ecë, nuk i hapet dera e fatit, të kërkojnë dëshirat të ju plotësohen, të kërkojnë zorret, vështirësitë të ju largohen, e kështu me radhë. Prej kujt? Tha Allahu azza wa jall, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Ata të cilët ju i lusni pos Allahut janë njerëz si kurse ju. Kanë dhe luti, po ai nuk ka në dorë asgjë. Ti ki ma shumë në dorë. Për çfarë arsye? Po ti i gjallë, ti lëviz, ti mundesh. I vdekuri s'ka në dorë asgjë. Ti atë mund ta ndihmosh. Ti të vdekurin mund ta ndihmosh me ndonjë dua, me ndonjë gjë të caktuar. I vdekuri ti s'mundet të ndihmon me çfarë? Me asgjë. Me asgjë i vdekuri nuk mundet ti të ndihmon. Bile nëse bëhet zullum ndaj teje, ti mund të mbrohesh. Nëse bëhet zullum ndaj të vdekurit, i vdekuri vetveten nuk mund ta mbron. Tha Allahu azza wa jall, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Nëse i lusni, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Walau sami'u mastajabu lakum. Po edhe me dëgjuar nuk mund të ju përgjigjen. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Në ahiret do ta mohojnë, do të jenë kundër
pse i keni adhuruar ata në vend të Allahut Azza wa Jall, dhe sa është e rrezikshme një gjë e tillë. Elhamdulillah, në mesin tonë, në mesin e shumë vendeve të popullit tonë, një gjë e tillë është sqaruar. Një pjesë e madhe e njerëzve nuk shkojnë në tyrbe, nuk shkojnë në teqe. I kanë larguar hajmalit prej shtëpiave të tyre, prej fëmijëve të tyre, prej veturave të tyre, ma nuk mbajnë hajmali. Po elhamdulillah, po nuk është Islami fe hajmalive, fe nuskave, fe lidhzave, fe litareve, fe gjërave të cilat nuk luajnë asnjë rol. Nuk shkon besimtari te xhinxhiu, te falltori, te magjistari, te sihirbazi. Muslimani drejtohet direkt ndaj Allahut Azza wa Jall. E lut Allahun Azza wa Jall dhe jo dikan tjetër. E në rastet të caktuara, ai i cili e merr një hap të tillë rrezikohet. Sa është rreziku i madh? Rreziku është deri në atë shkallë që njeriu të del nga dini, të del nga Islami dhe t'i thot vetes musliman dhe mos të jetë musliman. Sa është rrezik? Nuk është në pyetje, nuk flitet në këtë temë për gjunat e mëdha. Nuk është në pyetje alkooli, as vjedhja, as zinaja, as kamata, as droga, as një gjuna tjetër. Gjunahu më i madh, s'ka gjunah më të madh se sa Allahun Azza wa Jall me e bë dy. Në vend të Allahut me adhuruar edhe dikand tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Megjithse në disa raste ndoshta dikund aty këtu mundohet dikush që edhe një herë mos po ka ndonjë sukses që të rikthehet dalaleti i cili ka qenë. Mundohet dikush edhe një herë t'i nxit njerëzit se ju nuk e dini çka do me thonë me shku në Vareza, e me qëndru atje në 12 të natës, e me ndet pak me të vdekurin dhe me fillua me hina atë botën. Me vizitu Varezat është sunet, është mirë, është e lavdruar, por çfarë? Me kujtu ahiretin dhe jo me lut të vdekurin. Ama me shku në tyrbe, nuk është edhe qaq keq, sa ju kanë thanë hoxhallarët. Nuk është edhe qaq rrezik, një hajmali, nuk është edhe. Mundohen në disa raste njerëz të caktuar mirë, po elhamdulillah, populli është vetëdisuar, një pjesë e madhe është kot, e ka kuptuar, është vetëdisuar, ma bindja e tij e thellë di që unë nuk kam nevojë për hajmali. Çka do të mban mu hajmalia? Çka do t'i ban e vladit tim, fëmijët tim hajmalia? Por çka unë do të vendoj në djep një hajmali, një sy të kaltër, nëse ka mbet fëmiu im që ta ruan syri i kaltër, mjerë për neve, mjerë për atë fëmijë. Nëse një sy i kaltër do të na ruan neve nga mësishi, nga gjërat e këqija, kush na ruan neve? Allahu Azza wa Jall. Nëse shpresojmë të na ruan dikush tjetër, jemi rrezikuar nga gjitha anët. Sa është rreziku i madh? Rreziku është aq i madh deri në atë shkallë sa që Allahu Azza wa Jall tha: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal t'i bahet shirk ati. Këtë duhet ta di secili. Allahu nuk e fal. Do me thonë, gjunahe tjera mundet Allahu me t'i fal. Ke dal para Allahut në ahiret, çka ke bo? Ndoshta ke ranë në zina, Allahu na rujt. Ndoshta ke vjedh, Allahu na rujt. Ndoshta ke pi alkool, Allahu na rujt. Ndoshta ke marr kamat, Allahu na ruaj. Gjitha gjunat, çka mund të ndodh? Mundet Allahu me t'i fal. Jo që janë të vogla, janë të mëdhaja, po mundet Allahu me t'i fal. Vetëm një gjë. Kësaj kushtoj rëndësi në maksimum, rëndësinë më të madhe. Këtë Allahu nuk e fal. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal me i bo shirk ati. Wa yaghfiru ma dune dhalika limen yasha. Përveç kësaj, krejt tjerat i afal ati të cilit dëshiron. Gjithashtu, rreziku është i madh deri në atë shkallë sa që njeriu me shirk krejt ibadetet i ban pluhur. Subhanallah. A je fal 30 vite,
40 vite, 50 vite, elhamdulillah. Ka agjëruar, po, jo një Ramazan, 10 Ramazana, 20, 30, elhamdulillah. Ndoshta ke dhënë zekat, ndoshta ke qenë në haxh, ndoshta ke bë punë të mira, elhamdulillah. Me i bë shirk Allahut një herë, subhanallah. Shkoj çdo gjë bie në ujë, komplet bëhet pluhur. Sa është rrezik? Rrezik i madh, pasha Allahun. Besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Tha Allahu Azza wa Jall, pasi i përmendi disa prej pejgamberëve me radhë, tha: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Edhe ata me i pasbë shirk Allahut shok, Allahu krejt veprat u ban pluhur. I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "La in ashrakta la yahbatan amaluk." Edhe ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikur ti bash shok Allahut, nuk ndodh, po sikur ti bash shok Allahut, Allahu krejt veprat ti ban pluhur. Para mendoje për neve, sa janë veprat tona, sa janë ibadetet tona, sa janë angazhimet tona. Njeriu pas gjithë kësaj, nëse i ban shirk Allahut, çdo gjë bëhet pluhur. E në ditën e gjykimit, tha Allahu Azza wa Jall: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar." Ai i cili i ban shirk Allahut, Allahu ati i ban haram xhenetin. Ky njeri nuk hyn në xhennet. Kur? Asnjëherë. Ky njeri nuk hyn në xhennet. Kur? Asnjëherë hiç. Ky nuk hyn në xhennet. Kush është ai? Ai i cili i ka bë shok Allahu. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna." Kush e takon Allahun, nuk i ka bë shirk asgjë, do të hyn në xhennet. "Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar." E kush e takon atë, i ka bë shirk atij, do të hynë në zjarr të xhehenemit. Kjo është çështja thelbësore në fenë Allahut Azza wa Jall. Ky është shahadeti la ilaha illa Allah. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahu është i kënaqur me ju për 3 gjëra. Gjëja e parë, ta adhuroni Allahun, mos t'i bani shok atij. Gjëja e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Të baheni bashk, gjithë musliman, gjithë besimtarët, gjithë ummeti, të bahen bashk, të bahen vëllezër, të jenë ndaj njëri tjetrit sikur vëllau ndaj vëllaut, të kapeni të gjithë për litarin Allahut. Wala tafarraqu, dhe mos të ndaheni, dhe mos të coptoheni, dhe mos të shpërndaheni, dhe mos të prisheni në raport në mesvete, të jeni vëllezër ndaj njëri tjetrit. Ky transmetim i cili ka ardhur te Muslimi i ka përmendur këto gjëra. Disa nga dietarët kanë thënë: "Të adhuroni Allahun dhe mos t'i bani shok atij", 1. "Të kapeni për litarin Allahut", 2. "Të mos përqaheni", 3. Ndërsa më afër është që këtu janë përmendur vetëm 2. "Të adhuroni Allahun dhe mos t'i bani shok atij", 1. "Të kapeni për litarin Allahut dhe mos përqaheni", 2. Dhe gjëja e tretë nuk është përmendur në transmetimin e Imam Muslimit, është përmendur në transmetimin që e ka nxjerrë Imam Maliku në Muwatta, Imam Ahmedi në Musnedin e tij: "Të këshilloheni për prisin e muslimanëve, mos të ngriteni kundër atij, po ta respektoni atë." Pra të këshilloheni për prisin e muslimanëve. Nëse në mesin e muslimanëve prisi, kryetari, khalifeja, udhëheq është musliman, ne nuk guxojmë si besimtar të ngritemi, të shkaktojmë trazira, të shkaktojmë tollovi, ta prishim gjendjen, rehatin, sigurinë e ummetit islam. Kemi respekt,
kemi në shtrim në atë e cila vjen nga prisi besimtarve e që është e mirë. Ajo që është e mirë respektohet, ajo që nuk është e mirë lehet anash dhe nuk respektohet. Mirë po ummeti islam, shoqëria islame nuk shkakton trazira që e prishin gjendjen, rahatin dhe sigurin e besimtarve. Pra këto janë 3 gjëra me të cilat Allahu Azza wa Jall nëse ne i veprojmë, Allahu është i kënaqur. Dhe 3 të tjera, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këto 3 tjera Allahu ndaj jush është i hidhruar. Cilat janë këto 3 mbetet për të vazhduar në ligjëratën e ardhshme që të shohim cilat janë ato gjëra që ne nëse i veprojmë e hidhrojmë Allahun në mënyrë që të ruhemi prej tyre, të largohemi prej tyre, të mbrohemi, mos të fitojmë hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan imanin ton, Allahu të na forcon në këtë din, Allahu të na mbron nga çdo lloj i shirkut, Allahu të na ruan e mos të jemi nga ata që e rrezikojmë imanin ton. Allahu të na ban prej atyre që jetojmë me la ilaha illa Allah, e dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur, e Allahu në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.